Elvira Diamanti, një ndër aktorët më të njohura të kinemas shqiptare, në një intervistë kohë më parë, ka treguar me sinqeritet përballjen e saj me ndryshimet që solli rrëzimi i diktaturës, jo vetëm në jetën publike dhe shoqërore, por edhe në art, në mënyrën si nisi të prodhohej dhe të konceptohej kinemaja shqiptare. E pyetur për disa prej skenave të filmit Dasma e Sakos, ku luan përballë aktorit Ndriçim Xhepa dhe ku roli kërkonte një afërsi fizike me protagonistin, Diamanti ndalet gjatë te vështirësia për të qenë krejtësisht e lirshme në një realitet të ri. Njeriu nuk shkëputet dot nga rrethanat, edhe nuk e ka përcen dot veten, as unë nuk e ka përceja dot Elvirën e lindur në Tiranë, që kishte një rreth të përcaktuar shoqëror. Ngjarjet ndryshuan, lan pas diktaturën dhe hym në tranzicion, por brenda meje nuk kishte ndryshime të mëdha, rrëfen ajo me ndershmëri. Sipas saj, kinemaja komuniste kishte një farë sigurie për aktorët, sepse gjithçka ishte e kontrolluar dhe kufitë e asaj çfarë mund të bëje në skena ishin të qarta. Mund të ishe grua dhe bashkëshorte shumë e mirë, duke qenë dhe aktore në kinema, sepse askush nuk mund të detyronte të zhvisheshe apo të putheshe e të bëje skena të nxehta. Ishte ndjenjë komoditeti në atë kinema të përmbajtur, thot Diamanti, por gjithçka ndryshoi pas viteve 90 dhe ajo e ndjeu këtë ndryshim pikërisht gjatë xhirimeve të Dasma e Sakos. Regjisorët përfituan nga kjo liri dhe nisën të bëjnë gjëra që nuk do t'i bënin dot kurrë në komunizëm. Në atë kohë e kuptova se sa komode kishte qenë për ne kinemaja komuniste. Në Dasma e Sakos kishte gjëra që unë nuk i ka përceja dot. Nuk mund të bëheshin të gjitha sepse nuk mund të dilja në mënyrë qesharake, ndërsa sot një aktor mundet se duhet që të bëjë gjithçka, është prehur ajo. Megjithatë, me kalimin e kohës, ajo ndjeu një liri më të madhe në projektet pasuese. Në filma si Ada dhe Ne dhe Lenini, Diamanti thot se ishte më e lirshme, më e qetë dhe më e pajtuar me veten dhe me ndryshimet që po ndodhin në art. Por si do të ishte sot për Elvirën të rikthehej në një rol në kinema? Aktoria përgjigjet me qetësi dhe siguri, edhe nëse do të më kërkohej tani të bëja një rol në kinema, jam e qetë, sepse nuk do të më kërkojnë të bëj ndonjë çudi. Çuditi ngelen brezit të ri, mendoj se më mirë që ka ndodhur kështu, sepse nëse do të kisha lindur në këtë kohë, nuk e di si do ta kisha përcaktuar. Nuk mund të dalësh jashtë realitetit, rrethanave edhe kohës që ke lindur, është e pamundur. Aktoria ndalet gjithashtu te sfidat e mëdha që sollën xhirimet e Dasma e Sakos, filmi i cili u realizua në periudhën e vështirë të viteve 1997-98, në një gjirokastër të trazuar nga zhvillimet politike dhe shoqërore. Për xhirimet e filmit më është dashur të qëndroj larg familjes për rreth një muaji, kujton ajo, duke nënvizuar se situata e sigurisë ishte e rrezikshme dhe xhirimet shpesh zhvilloheshin në tension të lartë. Filmi Dasma e Sakos, një bashkëprodhim shqiptaro-hungarez i vitit 1998 me regji të Vladimir Priftit dhe skenar të Vath Koreshit, rezultoi një sukses artistik, duke u shfaqur në 36 shtete dhe duke marrë pjesë në festivale të rëndësishme, përfshirë edhe një në Moskë në kategorinë A. Regjizori Prifti e konsideron rolin e Ndriçim Xhepës si Alush Beu si një ndër më të arrirët në karrierën e tij, ndërkohë bashkëpunimi me skenaristin Koreshi cilësohet si shumë i frytshëm, pasi ai dinte të dëgjonte dhe pas sugjerimeve niste skenarin nga e para, tregon regjizori. Muzika e filmit u realizua nga kompozitori i njohur Aleksandër Peçi, ndërsa në kast marrin pjesë edhe aktorë të mëdhenj të kinemas shqiptare si Xhevdet Ferri, Agim Qiriaqi dhe Tinka Kurti. Në përfundim, përmes kësaj interviste të rrallë, Elvira Diamanti sjell jo vetëm një dëshmi personale për rolin e saj në kineman shqiptare, por edhe një pasqyrim të ndershëm dhe të thellë të transformimit social e kulturor që pasuan rrëzimin e regjimit komunist, transformime që ndonjëherë ndihmuan dhe herë të tjera e sfiduan.